Me politologun Mehdi Sediu do të flasim lidhur me situatën dhe bllokadën aktuale me Kuvendin e Kosovës dhe gjithashtu propozimin e ri që ka ardhur sot nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka propozuar që njëkohësisht me caktimin e datës së zgjedhjeve të ketë edhe zgjedhje të parakohshme. Atëherë Mehdi Sediu, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mehdi Sediu, e pam propozimi fundit nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje tani është se po kërkojnë që shkohet zgjedhjet parakohshme me të njëjtën datë me zgjedhjet lokale. Në takimin e sotëm presidencës është nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje është kërkuar një propozim i tillë, përkundër faktit që nga PDK-ja e cilësoi lideri PDK-s si të vështirë këtë proces mbajtje në këtë formë. Tani çka tregon ky propozim i Vetëvendosjes, apo shkon duke u zvogluar mundësia formimit të institucioneve dhe zgjidhja e kësaj bllokade dhe kësaj krize politike në cilën gjendemi, apo çfarë? Ajo që po e komplikon formimin e institucioneve tash në një anë është polarizimi i partive politike të cilët nuk po mujnë me formu koalicione të shumicës, por në anën tjetër janë edhe dy palë zgjedhje që e presin Kosovën mbrana vitit ose në fillim të vitit të ardhshëm për rastin e presidentit. Pra, cila do qeveri që formohet tash, nëse nuk është qeveri që siguron 80 vota edhe për zgjedhjen e presidentit, do të jetë qeveri që është në mandat më pak se një vjet. Edhe një gjë e tillë nuk po i konvenon asnjë partie politike. Në këtë aspekt e shoh që përmes zgjedhjeve dhe çështjen e presidentës po propozohen zgjedhje të reja parlamentare. Propozohen që është çështja e presidentit që po shtyjnë tani të kërkojnë zgjedhje. Është edhe çështja e zgjedhjeve lokale në taktizimin e partive politike. Partitë opozitare nuk dëshirojnë të marrin pjesë në një koalicion. Tash për tash PDK-ja nuk është pyetur, por LDK-ja për shkak të zgjedhjeve lokale dëshirojnë ta mbajnë këtë diskursin partitë politike kundër njëra tjetrës, po të bësh koalicion para zgjedhjeve lokale, ky diskurs nuk mund të mbahet në saj. I kanë bërë kalkulimet politike thoni. Po taktizojnë, po shpallin kandidatura për zgjedhjet lokale dhe po duket që fokusi i partive politike janë zgjedhjet lokale, të cilat do të fillojnë me gjasë në tetor. Përpara e kemi edhe korrikun edhe gushtin, cilat pak a shumë janë, gushti është gjithmonë pushim për Kuvendin. Pra po e shoh nëse nuk kemi ndonjë marrëveshje politike, unë shoh këtë situatë që vazhdon kështu kjo qeveri në detyrë derisa të ka zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Është hera e parë që po e dëgjojmë edhe nga partia e parë që flet për zgjedhje të parakohshme. Edhe po duket që nuk po duket që do të kemi një qeveri të shumicës që siguron edhe presidentin, prandaj po besoj që është ideja e tyre të fillojnë edhe direkt me zgjedhjet e parakohshme. Dhe e përmende që polarizimi i thelluar mes partive është njëri prej faktorëve kryesor që nuk po arrihet një koalicion. Kush i ka kontribuar më shumë te këtij polarizimi tani? Mendoj të tri partitë e mëdha janë përgjegjëse për këtë situatë, sepse gjithmonë garojnë duke thënë që partia tjetër nuk bën asnjë të jetë në pushtet. Sistemi jonë është sistem që imponon koalicionin. Për shkak të shumë partive që kemi, nuk jemi si sistem amerikan që ekzistojnë dy parti, apo edhe sistem britanik ku janë dy parti të mëdha. Por jemi një sistem që në 4 palë zgjedhjet e fundit gjithmonë kemi pasur minimum 3 parti të mëdha. Tash Lëvizjen Vetëvendosje, PDK-n edhe LDK-n, edhe kemi pasur rastet e tilla kur fituesi i zgjedhjeve nuk mund të formon qeverinë, sepse çdo parti opozitare refuzon t'i bashkangjitet. Dhe kemi pasur rastin të ngërshëm më i madh të qeveria Mustafa, e cila pas 6 muajve ju bashkangjit PDK-s, po e kemi pasur rastin ku PDK-ja nuk ka mund të formojë koalicion. Rast të ngjashëm kemi pasur edhe në qeverinë Haradinaj, kur edhe pas koalicionit parë nuk patën shumicën, edhe u desh një kohë gjatë derisa të gjenden disa deputet në AKR. Pra, kjo situatë tash e kemi me Lëvizjen Vetëvendosje. Çka dallon tash është që Lëvizja Vetëvendosje nuk po e kërkon me ngulm koalicionin tek çdo parti. Nëse shohim në të kaluarën, për shembull, pani me kryeministrin Haradinaj, po edhe zgjedhjet në 2014 që i fitoi PDK-ja, po prapë ja dha kryeministrin LDK-s. Në atë kohë ishte një insistim pak a shumë në koalicion, por jo kësaj here. Dhe unë besoj pse nuk po bëhet kësaj here është pikërisht për shkak që ekziston edhe dy palë zgjedhje. Presidentit nuk janë zgjedhje, por zgjedhje nga deputetët që do të vinë së shpejti, edhe kjo po ndikon që partitë politike të kalkulojnë më shumë rreth këtyre dyja. Pra nuk bëhet vetëm për konstituimin e Kuvendit, po e kemi edhe zgjedhjet lokale, edhe zgjedhjet presidenciale, të cilat do të ndikohen nga Kuvendi që do të konstituohet edhe qeveria jashtme. Dhe për ty, cilat janë arsyet kryesore që Vetëvendosje po insiston që të ketë një koalicion me LDK-n përkundër faktit që ka refuzim vazhdimisht nga ana e LDK-s? Konsideroni që sheh ende elektorat të LDK-ja, është kjo vetëm arsye apo ka edhe arsye tjera për këtë insistim?
Ti me komentu arsyet pse tek LDK-ja, në qeverinë Kurtini nuk është që ka pasur një bashkëpunim shumë të mirë në koalicion me LDK. Nuk është që kanë pasur përvojt mirë nga e kaluar, apo jo? Po, vetëm nëse shkojmë me argumentin që kjo LDK është tjetër, por ndoshta, me sa e di kryeministri kur ishte në intervistë, thoshte se nuk do të bëj me partinë e dytë, por me të tretë, se është më të natyrshme. Po unë për veti nuk e di arsyen pse me do mos me LDK-n. Por duhet ose me LDK-n ose me PDK-n për ta zgjedhur edhe çështjen e presidentit, për ndryshe, për shembull, një qeveri me disa deputet, 3 deputet nga partitë të ndryshme, ose një qeveri me AKN do të ishte qeveri minimaliste që prap do të sillte çështjen e presidentit në agjendë kur të vjen koha, kur të kalon mandati i presidentit së tanishëm. Po, megjithatë aktualisht situata është bllokuar te çështja e kryeparlamentarit. Po. Tani ju keni qenë edhe këshilltar i Besnik Bislimit dhe njeni pak logjikën e partisë, nëse mund të themi. Cila është logjika ose a konsideroni që ka një skenar prapa me këtë insistimin që të mos dërohet emri Albulina Xhiut përkundër faktit që nuk ka vullnet politik nga partitë tjera të mos votohet emri? Unë nuk besoj që kemi të bëjmë me emra, unë nuk besoj që problemi është tek emri i Xhiut, por këtu po flas si politolog, jo si dikush që ka qenë më herët në qeveri. Unë besoj më s'pak ka të bëj kjo me emrin e Albulina Xhiut në vetë. Përkundër faktit që liderët e partive po thonë që është emri i saj. Tani e kam përmendur, kanë thënë ndrojen e emrit sepse ne votojmë emra të tjerë. Thoni që nuk janë korrekt, nuk janë me qëndrimet e tyre, nuk po e tregojnë të vërtetën? Për shembull, nëse partitë opozitare dëshirojnë që ta rrëzojnë qeverinë dhe të shkaktojnë zgjedhje parlamentare të reja, e kanë shumë lehtë. Dallimi i kësaj krize me krizën që ka ndodhur në vitin 2014 kur zgjedh qeveria Mustafa, ishte që në atë ku Flora Brovina, e cila ishte kryetare e kuvendit, nuk e vendoste fare në propozim kryetarin e kuvendit. Pra i bllokante opozitën për ta votuar kryetarin e kuvendit, edhe pse opozita i kishte numrat për ta zgjedhur vetë që më vonë zgjodhi sa Mustafën, i cili rrëzua nga gjykata mbështetuese. Dallimi në këtë rast është që vetëvendosja vazhdimisht të qet një kandidat. Pra, partitë opozitare mund ta votojnë kryetarin e kuvendit, me që rast kryeministri ka 15 ditë afat për të formuar qeverinë, edhe nëse besojnë që kryeministri nuk i ka votat për të formuar qeverinë, atëherë do të shkaktonte zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe do të mund të garronin prapë në zgjedhje. Po siç duket, ky nuk është interes as i partive opozitare, të cilët duhen të presin. Nga logjika e partive opozitare është që me qëllimisht nuk e votojnë në mënyrë që të krijohet një lloj frustrimi ndaj partisë së parë, por nëse dëshirojnë zgjedhje të reja, ata e kanë në dorë këtë opcion. Nga ana e logjika e lëvizjes vetëvendosje në këtë anë, ata besojnë, unë besoj që e kanë shpresën se do t'i marrin disa deputet nga partitë e tjera dhe do të formojnë një qeveri minimaliste deri në zgjedhjen e presidentit të ardhmen, por ndoshta edhe kjo nuk është në opcion momentalisht. E kemi pasur deklaratën për zgjedhje të nacionale dhe lokale në të njëjtën kohë, ka mundësi që shkojmë se çka do të ndodh, kemi qeverinë e detyrë, e cila e ka buxhetin e aprovuar për gjithë vitin. Pra, problemi i qeverive në detyrë është që ato funksionojnë pa kuvend. Kuvendi është atë ku aty duhet me dhënë llogari. Prandaj edhe nuk është mirë që formimi i qeverive merr kaq shumë kohë, sepse janë qeveri thjesht pa kuvend, pa kontrollin e kuvendit. Dhe gjithashtu e kanë të kufizuar edhe marrjen e vendimeve, po nuk mund të marrin ligje nuk mund të kalojnë. Kjo është diçka sepse ligje nuk mundesh me kalu pa kuvend, por kjo është një problem i madh i qeverive në detyrë. Po duket që në anën e vetëvendosjes ata kanë komoditetin të presin sepse janë në detyrë dhe kanë buxhete të caktuar për si vjet, nuk po ju ngutet as atyre, as partive opozitare nuk po ju ngutet se nuk po dojnë zgjedhje të reja, pra të gjitha po kalkulojnë kush po i irriton qytetarët më shumë, edhe vazhdojnë të politizojnë boshllëqet ligjore, sikur verifikimi i mandateve, emri në kryetari, që për mua gjitha këtu nuk janë fare të rëndësishme. Kur dakordohen partitë politike për diçka, ata e kalojnë pa i politizu fare teknikalitet. Megjithatë ka një boshllëk ligjor, apo jo për shkak se nuk japet afat sa duhet ose sa shpesh duhet propozohet emri kryeparlamentar. Boshllëqe ligjore ka gjithmonë, edhe kjo besoj që shumë kur tematizohet në diskursin politik kosovar, shumë e dëmshme që mendojnë njerëz që ka boshllëqe ligjore. Boshllëqe ligjore ka në secilin kushtitutë, në secilin ligj të secilit vend.
Por atë që ka thëtë edhe jenë dy politologë Ziplat, e thëtë që do të kërkojmë përgjegjësi institucionale për i politikë bërëse. Kur kanë përgjegjësi institucionale, ata nuk i shfrytëzojnë bëshllëqet ligjore, por gjejnë mirë kuptim për t'i tejkaluar bëshllëqet ligjore. Pra nëse në çdo hap ne vendosim çka është verifikimi i mandateve, kush është i pari, kush është i dyti, apo rastin e fundit që patëm a shpërbëhet Kovendi apo jo, në vend që të kemi një konsensus mbi diçka logjike, ne shpesh përfundojmë në një situatë ku politizohet aq shumë sa që dërgohet edhe në gjykatën kushtetuese, edhe gjykata kushtetuese jep një vendim i cili ndryshon komplet sistemin politik. Pra kemi pasur deri në vitin 2014, çdo parti politike ka menduar që shumica në kuvend bëhet thjesht pas zgjedhjeve, ku pastaj me vendimin e gjykatës kushtetuese ka ndryshuar komplet sistemin politik, ku tash është pak a shumë i është lënë vetëm partisë së parë një lloj privilegji për ta bllokuar edhe sot i kemi pasojat e këtij lloj politizimi. Pra unë për ata dhe jam pak kundër kësaj ideje me çu çdo pyetje te gjykata kushtetuese, sepse përgjigjja e gjykatës kushtetuese zakonisht po e ndron edhe komplet procesin zgjedhor për zgjedhjet e ardhshme, edhe e kemi vazhdimisht në fluks procesin zgjedhor. Për shembull, në fillim kanë menduar vetë partitë politike që presidenti i Kosovës zgjedhet me shumicë. Po kur është dërguar në gjykatë kushtetuese është ndruar, është bërë 80 vota duan për zgjedhjet e kuvendit. Njësoj është menduar që shumica e formon që është normale, shumica e formon qeverinë, po kur është dërguar në gjykatë kushtetuese kjo është ndruar dhe është bërë vetëm i pari kush del në zgjedhje e formon qeverinë. Pra gjatë kohës gjykata kushtetuese i ka përcaktuar rregullat e lojës, nëse mund të themi. Nuk është problem vetëm që i ka përcaktuar rregullat, po i ka përcaktuar rregullat të cilat kurkush nuk i ka ditë. Edhe krijon situatë të vazhdueshme, të paqëndrueshme, ti kur lun futboll e din që nuk bën me prek me dorë, por nëse vjen një rregull midis lojës e re që po bëj kanë situata të caktuara edhe me dorë me longull, të ndryshon komplet lojën. Edhe për çata unë nuk e shoh shumë pozitive përfshirjen e gjykatës kushtetuese këtu, edhe besoj që partitë politike nuk duhet të referojnë gjatë gjithë kohës të gjykata kushtetuese pyetje. Për shembull pyetja për votim të fshehtë. Akuzuron që nuk është dashur shkojë në gjykatën kushtetuese? Nuk pse më shku në gjykatë kushtetuese. Për shembull partitë politike mund të vendosin me konsensus a votojnë në mënyrë të fshehtë apo jo. Nëse ata nuk dakordohen të votojnë në mënyrë të fshehtë, atëherë thjesht nuk ndodh, sikur që nuk të ndodh momentalisht. Dhe kthehen në votim të hapur, apo jo? Po nuk e kanë shtuar fare këtë opsion. Po, e pse pra me ndërku këtë pyetje në gjykatë kushtetuese, është komplet e panevojshme. Prandaj unë e shoh si një praktikë të dëmshme për demokracinë e Kosovës, që gjatë gjithë kohës partitë politike politizojnë teknikalitetet aq shumë sa që përfundojnë në gjykatën kushtetuese dhe kjo e fundit vetëm sjell rregulla të reja që po e ndryshojnë komplet. Dhe tani zoti Sediu, çka tregon kjo për pjekurinë politike të partive politike tani edhe për përgjegjësinë institucionale që e përmendëm më herët. Unë besoj është shumë e rëndësishme edhe një punim që pa dashu për stabilitetin e qeverive, është shumë e rëndësishme prej fillimit që partitë të garojnë për të fituar zgjedhjet, por jo të garojnë me idenë që të bësh koalicion është tradhti. Sepse koalicionet janë normale për sistemin politik sikur tonat që kanë shumë parti të ndryshme politike. Pra nuk është normale që partitë politike gjatë gjithë kohës refuzojnë të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Sepse sado që kanë dallime me njëra tjetrën, cila do parti e përfaqëson një numër të votuesve të Kosovës, edhe janë aty pse janë votuar nga qytetari kosovar. Pra nuk është tradhti të bësh koalicion me to. Ti mund të kesh preferenca, por ne duhet të normalizojmë çështjen e koalicionit. Unë edhe jam socializuar shumë në Gjermani, kam studiuar atje dhe në Gjermani gjithmonë garohet vetëm për vendin e parë. Edhe kur zgjedhet vend, kur kushdo që i fiton zgjedhjet, partitë e tjera janë të detyruara, në thojza, të bëjnë koalicion duke respektuar vullnetin e popullit. Pra ideja është që partitë duhet të respektojnë vullnetin e popullit kur është të vendi i parë, por është në rregull edhe nëse ato doin të mobilizojnë me një opozitë të madhe kundër vendit të parë, që ka ndodhur në Austri. Të dyat janë normale, por çka nuk është normale është të kriminalizojnë koalicionet, sepse koalicionet janë pjesë shëndoshë e demokracisë, nuk është diçka, nuk është tradhti koalicioni. Edhe përderisa në diskurset tona politike vazhdojmë partitë e tjera, ata janë kundërshtar politik, por mund të jenë edhe bashkëpunëtor politik në të ardhmen. Edhe ky lloj diskursi neve gjithmonë ka më ndikuar që formimi i qeverisë të politizohet në formë të tillë që është ndodhur tash, edhe që ka ndodhur në të kaluarën në çdo palë zgjedhje, deni edhe në të kaluarën, për shembull edhe qeveria Mustafa kur është bërë me qeverinë, kur është bërë
LDK me PDK është pasi tradhti. Edhe AKR-ja kur është ka dalë prej koalicionit të LDK-s edhe është bashkuar koalicionit PAN është si tradhti, po koalicionet politike nuk janë tradhti. Koalicionet politike janë pjesë demokracisë. Përderisa bën mbi vlera dhe mbi dhe vendosja këtyre kushteve ose këtyre vjaft kushte pasaj u jap mundësi këtyre partive të vogla të vënë kushte më të mëdha tavolinë dhe kërkesa shumë të mëdha krahasim me ato vota apo numra që i kanë apo jo. Pasoj direkte e polarizimit të 3 partive të mëdha është që në sistemin politik kosovar partitë e vogla kanë qeverisë ma shumë se që i është dhënë vota nga populli. Nëse i shohim kryeministrat e fundit, shpesh kemi kryeministër nga partia e cila nuk i ka fituar fare zgjedhjet. Ose nuk është personi me i votuar. Qeveria Hoti është një qeveri e tillë. Qeveria Haradinaj nuk ka qenë me i votuar në Kosovë. Njëjtë qeveria Mustafa është nga kryeministri i cili nuk i ka fituar zgjedhjet. Pra, po e shkaktojmë përmes polarizimit një anomali ku njerëzit dalin në zgjedhje, votojnë partinë e parë, por në fund qeverisë dikush që nuk i ka fituar fare zgjedhjet. Edhe kjo anomali shkaktohet për shkak të polarizimit. Prandaj unë besoj që duhet të normalizojmë koalicionet midis partive të mëdha, ose të vazhdojmë një rastin e njëjtë kemi me prezidentët. Shumica e prezidentëve të Kosovës nuk vijnë fare nga 3 partitë e mëdha. Nëse shohim prezidentën e tanishme, vjen nga një parti tjetër e cila ishte në koalicion. Presidenti tha që është ndër të vetmet që vjen nga partitë e mëdha, por edhe ati tjetër ajo nuk ka ardhur nga partitë e mëdha. Deri kur ishte Fatmir Sejdiu, këta dy ishin të vetmet që vijnë nga partitë e mëdha. Pra kemi një sistem ku as presidentët e as kryeministrat nuk po vijnë nga 3 partitë e mëdha. Edhe besoj që 3 partitë e mëdha politike në Kosovë duhet ta mendojnë efektin e polarizimit të tyre. Efekti i tyre është që partitë e vogla disproporcionalisht po fitojnë ministri. Kemi pasur partitë e vogla në Kosovë kanë pas kryeministrin, ministrin e jashtëm, zëvendës kryeministrin, çdo lloj pozite të rëndësishme kanë drejtuar, po unë nuk besoj që është e shënuar për demokracinë kjo, sepse logjikisht partitë e mëdha kanë më shumë kuadro, edhe me shumë profesionist, sepse kanë mallësinë më të madhe, edhe prandaj kjo është një anomali që vjen direkt nga polarizimi, edhe kjo besoj është diçka që duhet flitet më shumë për to. Po, dhe zoti Sejdiu, të gjithë të bllokat gati 4 muaj janë bërë që nga përfundimi i zgjedhjeve, kemi parë disa reagime ndërkombëtare, diplomatë huaj të cilët i kanë kërkuar Kosovës që të formojnë institucione, megjithatë nuk po shohim një presion si vite më parë ndaj një presion më të drejtë nga ndërkombëtarët. Çka po ndodh pse nuk po shohim qëndrime më të qarta për formimin e institucioneve ndaj gjithat partive, jo vetëm partisë fituese? Janë disa arsye të ndryshme. E para është që administrata amerikane ende nuk i ka vendosur zyrtarët kompetent për Ballkanin. Nëse shohimi në një diskutim rajonal kur isha e njëjta situatë ishte në Serbi edhe në Bosnjë, pa ambasador amerikan fare atje. Të gjithë janë me personin e dytë, Charge d'Affaires, që është edhe në Kosovë. Gjithashtu në departamentin e shtetit nuk janë të vendosur ende njerëz që janë duke u mirur me Ballkanin. Pra, administrata amerikane thjesht ende nuk i ka vendosur as njerëzit që mirën me Kosovën. Kjo është arsyeja e parë. Edhe arsyeja e dytë është që nuk ka diçka në të kaluarën gjithmonë kishte një demarkacion apo një asociacion apo një dialog, diçka që duhet të kaloj shumë shpejt, po këtë rast nuk kemi diçka të tillë për shkak edhe të Serbisë. Pra, nuk ka presion ndaj Kosovës sepse Serbia është duke kaluar në probleme të brendshme. Edhe problemet të brendshme Serbinë e bën të pamundshme që për shembull presidenti Vučić me bën ndonjë marrëveshje me Kosovën, prandaj nuk ka presion ndaj Kosovës edhe lihet në këtë forum. Besoj që këtu janë dy arsyet kryesore pse s'kemi presion ndërkombëtar. E para është që administrata amerikane ende nuk ka vendosur as njerëzit, edhe e dyta është që Serbia është në krizë të brendshme, pra sa herë kemi pasur presion është lidh pak edhe me dialogun me Serbinë, edhe kjo nuk ndodh tash. Nuk e di për administratën amerikane kur do të sjell ambasador, po kurdo që do të sjell besoj që do të jetë më zëshme. Ka zëra që edhe vetë i deleguar i posaçëm i kaluar që ishte i president Trump Grenell do të rikthehet në Kosovë. Si ambasador? Jo si ambasador, si i deleguar i posaçëm. Momentalisht ai është i zënë sepse mirët me misionet e Venezuelës, edhe në Kennedy Center në DC, po në forumet ku unë kam marrë pjesë si akademik, një thashëthëme që përplitet është që ai do të merr një pozicion gjatë vjeshtës ose vitin e ardhshëm, vitin 2026, direkt për dialogun ose për Ballkanin. Po këto janë thashëthëme nëse mund të thënë. Thashëthëme të këtyre forumeve, po besoj që do të ketë se
besoj që nga vjeshta ose viti jashtëm SBA do të ketë persona që do të mirën me Ballkanin më intensivisht se tash. Po, megjithatë nëse diu nëse analizojmë zhvillimet e fundit në Kosovë, vendi ka nevojë urgjente për formimin e institucionave, apo jo? Sidomos duke nisur nga miratimi i këtij plani të rritjes, pastaj çështja e energjisë elektrike, ka shumë tema që duhet diskutohen e të kalojnë përmes këtij kuvendi. Konsideroni që ose cili është opsioni më i mirë, cili është opsioni më të mirë që mund të formoni institucionet? Shkuarën zgjedhjet parakohshme apo pritet gjykata kushtetuese interpretimi për këtë votimin e fshat? Unë besoj që partitë politike nuk duhet të presin gjykatën kushtetuese fare, po duhet të gjejnë një konsensus të brendshëm. A do të jetë ai koalicioni i vetëvendosjes me ndonjë parti tjetër apo ndonjë zgjedhje tjetër, ajo i mbetet atyre të vendosin. Unë si politolog kisha thënë që është shumë e rëndësishme që të normalizohet ideja e koalicioneve politike midis partive. Nuk është normale që pas çdo zgjedhjeve partitë të deklarohen që kanë vijat e kuqe. Ata duhet të jenë të gatshëm të qeverisin, qoftë si partner junior apo senior i koalicionit. Ti të kalojnë thoni këto inatet, egot? Po, se fola edhe më herët çka është në fund rezultati i këtyre. Se duket që LDK-ja në mesin e tyre më shumë ka inate me atë gjuhën që vetëvendosja përdori gjatë fushatës, para fushatës, gjuhën fyse. Gjuha në Kosovë është nuk është që kemi ndonjë standard të madh të gjuhëve ose fjalëve që i përdorim, kemi pasur edhe zëvendës kryetaren e LDK-s Gazmend Muhaxhiri, i cili i referohet kryeministrit si e krahason atë me Miloševićin. Pra, gjuhë të tillë të ndoshta të pamenduar kemi pasur gjatë gjithë kohës. Megjithatë vetëvendosja ja ka vënë theksin, ka qenë më theksuara me këtë gjuhë, po partitë politike, sikur Lidhja Demokratike kanë gjetë durim për formimin e koalicioneve edhe në kohën e Kosovës së pas luftës, kur situata e polarizimit politik ishte më e madhe ndonjëherë, kishte edhe vrasje politike. Në atë kohë kanë gjetur vullnetin për të formuar koalicione për stabilitetin politik. Çka po i ndalta tani? Çka konsideroni që sot ta reduktojmë këtë problem në gjuhë, besoj është pak artificiale, nuk besoj që është thjesht nuk është interesi i tyre për të ardhur në qeveri, ashtu e shohin ata, edhe prandaj kur nuk e ki interesin, atëherë shpik ose politizojnë çështje të vogla. Unë nuk besoj që gjuha është ndonjë problem. Unë besoj që thjesht LDK nuk don të jetë në qeveri, don të rritet në opozitë. Po, dhe në anën tjetër apo shet mjaftueshme përpjekjet e vetëvendosjes për të siguruar votat paktën për kryeparlamentarin dhe pastaj përtesur me formimin e qeverisë. A do duhet kishim ndoshta më shumë takime për një marrëveshje politike sesa këto seanca çdo 48 orë apo si ishte? Unë pata një bisedë sot për çështjen e formimit të qeverisë kurti ne formimi i qeverisë ka zot 120 pra është më gjatë se 120 sot është dita e 115 presi nuk është formuar qeveria, domethënë para shumë koha e njëjtë e kurtin. Dallimi i qeverisë në kurtin është që qytetarët kanë prit për shkak që kanë pa vazhdimisht negociatat e koalicionit midis dy partive dhe nuk ka pas shumë rëndësi a formohet për 3 muaj ose 4 muaj se kanë pa që do të ndodhë në të ardhmen. Problemi i tanishëm është që për shkak edhe të rregullorës së re, e cila për mua pa nevojshëm e ka shtu 48 orëshin, po krijohet një lloj atmosfere ku vendi mblidhet çdo 2 ditë, edhe nuk ka arsye pse mblidhet. Ku vendi duhet të mblidhet që të konstituohet, jo vetëm të mblidhet për hir të mbledhjes në vetvete. Pse është bërë ky ndryshim? Për të shuar ndoshta presuni për të bërë një presion apo çfarë? Rregulloria e re e kuvendit në komunikim me personat që ishin në komision, ideja aty ka qenë që e formon qeverinë më shpejt, po nuk besoj, e kemi rezultatin tash, nuk besoj që qeveritë formohen më shpejt kur ti e shton një ligj ose një interpretim ekstra të gjykatës kushtetuese edhe një rregullore shtesë. Nuk është problemi të boshllëqet ligjore fare. Unë besoj që është problemi i faktit që ka polarizim mes partive të mëdha politike, edhe ky polarizim duhet të tejkalohet. Kur tejkalohet polarizimi, atëherë nuk ka më rëndësi as gjuha, as teknikalitetet, as rregulloria, as kurrë se ato humbin rëndësinë vet kur ka konsensus midis partive. Po, dhe si po shet se diu rolin e presidencës në këtë mes, sa unifikuese dhe sa duket që nuk ka arritur deri më tani të bind partitë, sot ka thirrur takim për zgjedhjet lokale, ndërkohë ende nuk ka një situatë të qartë për formimin e qeverisë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Çka tregon e gjithë kjo situatë? Unë besoj që për presidentin është shumë problem të gjej unifikim, kur ai unifikim nuk dëshiron me ardhë prej partive politike. Për shembull në Gjermani e kishim rastin në zgjedhjen e qeverisë së fundit të Angela Merkelit,
është presidenti Steinmeier në atë ku, e fton SPD-n e cila refuzon të jetë pjesë e koalicionit, e fton edhe e bind që të formoj koalicionin edhe pse nuk është në interesin partijak, po është në interes të Gjermanisë. Pra ishte presidenti që vjen nga partia e njëjtë, që vjen nga SPD-ja. Pra, për të ne, presidenti nuk e ka, ende nuk është këtë rolin unifikues që është realisht kushtetues nuk e ka, edhe nuk e ka fuqin mbi partitë politike që të i bind të bëj diçka të tillë. Pra, unë nuk besoj që presidenti të ne mundet me bë diçka, se thjesht si kulturë politike nuk e kemi etablu presidentin si një figurë të tillë që shpesh ka ardhur edhe për partive të vogla që në fund e bën të pamundshme për me u formu një figurë. Kështu nuk e shoh rolin e saj. Ajo është mirë që i mbledh, është mirë që takohet, edhe është mirë që partitë politike respektojnë edhe shkojnë për takimet e thirrura nga presidentja, edhe besoj kaq është roli i saj. Po. Dhe në fund, Kezë Nisidiu, a konsideron si procedurë shumë të komplikuar tani shkuarje në dy palë zgjedhjet njëjtën kohë dhe... Do këtë ka ndodhur një herë kjo, nëse nuk ka bëj në vitin 2007, ose... Një herë në Kosovë ka ndodhur që ka pasur zgjedhje lokale edhe nacionale në të njëjtën kohë. Nuk është diçka e re, po ka qenë një kohë gjatë. Tashti, mu nuk më duket shumë e komplikuese, sepse qytetarët tanë njohin sistemin zgjedhor, dinë me votu, nuk janë zgjedhjet e para, mujnë me votu edhe shpesh herë votojnë ndryshe në komunë edhe në... Unë nuk besoj që kjo do të ndikojë që qytetarët të votojnë partinë e njëjtë, vetëm pse po garon... Edhe në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet nacionale. Qytetari kosovar ka ditë bëj dallimin e kemi pa edhe në rastin kur vendosin 2021 pati 51%, gjatë vjeshtës votuan për kandidat tjerë, pastaj janë edhe balotazhet që ndryshojnë pak a shumë rezultatin në fund. Nuk besoj që ka efekt, por zgjedhjet e jashtëzakonshme janë vetëm të mira nëse parti politike nuk gjejnë zgjidhje tjetër. Atëherë ajo mbetet zgjidhja vetme në tavolinë. Dhe shkuarja eventuale në zgjedhjet e jashtëzakonshme, çfarë pasojë mund të ketë për partitë politike? Mund të sjellë bumerang për gjitha partitë apo vetëm për njërin prej tyre? Si është? Kjo është parashikim, është shumë vështirë me parashikuar çfarë lloj efekti do të ketë edhe fakti që nuk janë formuar institucionet deri tash. Është vështirë me pas një prognozë se çfarë lloj efekti do të ketë partitë politike, po unë besoj për secilin parti politike ka qenë më mirë që të formohen institucionet se sa të hyjnë prapë në zgjedhje, është shpenzim i parave, edhe është kohë që ish dashur të qohet në kuvend, në ligje, në veprim të qeverisë, e jo në fushat prapë. Ne po e patëm një fushat edhe brenda vitit, po kthehemi me një lloj jo stabiliteti të qeverisë, ka qenë shumë mirë që qeveria e kalune. Njerëz mund të kenë mendime të ndryshme, a ka qenë efektive apo jo, po ka qenë një qeveri me një mandat të plotë, e cila i lën qytetarët me vendos mbi efikasitetin e qeverisë. Por nëse qeveritë vazhdojnë sikur para kësaj qeverie që ishin 2 vjet, 3 vjet, 1 vjet e gjys, atëherë ato qeveritë nuk po e kanë as kohën të tregojnë vetveten, edhe tash të kalojmë nga një mandati i parë i plot prapë në situata ku kemi zgjedhje brenda vitit, nuk besoj që është mirë për demokracinë tonë. Po, dhe a konsideron që përsëri mund të prodhojmë një qeveri stabile me numrat shumicës me votat e tanishme që ka partia fituese pas këtij mandati 4 vjeçar që e pati? Unë besoj që përderisa ka vullnet për koalicione, gjithmonë mund të ketë qeveri stabile. Përderisa nuk ka vullnet për koalicione, është problem të kemi qeveri stabile. Prandaj e shoh se çelësin e stabilitetit edhe qëndrueshmërisë së qeverive janë koalicionet të cilat bashkëpunojnë mirë. Kemi pasur edhe në të kaluarën koalicione midis partive të mëdha, LDK-s dhe PDK-s, edhe vetëvendosjes së LDK-s, po secila prej këtyre ka qenë më jetë shkurtër se sa koalicionet midis partisë së madhe dhe të vogël. Për shembull, edhe LDK PDK tek Thaçi Ne, por edhe tek Mustafa kanë qenë tek Thaçi Ne jo, por LDK të Mustafa ka qenë, ose të PAN, kanë qenë më jetë shkurtra, Thaçi dhe PDK me AKR-n edhe Lëvizje Vetëvendosje me Guxon kanë qenë më jetë gjata si qeveri, për shkak që tek ne partitë e mëdha, jo vetëm që nuk po formojnë koalicione, por edhe kur i formojnë, nuk bashkëqeverisin siç duhet, kanë fërkime të ndryshme dhe secila prej këtyre qeverive asnjëra nuk në të kaluarën midis partive të mëdha nuk e ka përfunduar mandatin, por e ka
shpërbë vetën ose kanë rrëzu një tjetrin brenda mandatit që tregon edhe një mungesë kulture politike ku bashkëqeverisin partitë e mëdha. Kemi parë në rastin e Kurti Ne, si është rrëzuar qeveria, por edhe midis PDK-s dhe LDK-s është rrëzuar qeveria e tyre parë pas rrëzimit të presidentit përmes kushtetutës që çojnë daljen e LDK-s nga koalicioni. Pra kemi raste edhe në qeverinë Mustafa është rrëzuar nga partneri i koalicionit PDK. Pra kemi jo vetëm që nuk kanë koalicione partitë e mëdha, edhe kanë një diskurs kundër njëra tjetrës, por edhe kur qeverisin e rrëzojnë njëra tjetrën, edhe besoj që kjo nuk mund të kemi stabilitet politik me një formë të tillë të politikbërjes. Pa besu që koalicionet janë të qëndrueshme dhe pa bashkëqeverisë siç duhet, me partitë e mëdha do të kemi situata të tilla edhe do të diskutojmë për teknikalitete si mandatet, verifikimi, renditja, po këto nuk janë të rëndësishme. Më rëndësi është të tejkalohet polarizimi politik midis partive të mëdha. Atëherë zoti Sidiu, faleminderit që ishi sot. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.